Përshëndetje të gjithëve, sot kemi këtë S550 W221 e 2008-ës. Kjo është gjenerata vetëm që s'kena bo alat së klasit. Kjo është për mendimin tim ndër gjeneratat më të mira së klasit, mas 120-shit. Kjo është e preferumja ime. Disqet janë 222-shit, fakt, po i shkojnë. Kjo është versioni long wheelbase lungo. Amerika gjitha i ka pas lungo, në fakt, dhe janë mrapa është më e gjatë se standartja. Amerika ka pas 550 këto Beijing, po në Europë 500 që njëti motor 5.5 ka qenë. Kjo është versioni formatik. Gjitha versionet formatik janë me amortizator më ajër, kurse ato që kanë qenë diferencial mrapa kanë pas si opcion edhe ABC-n hidraulike. Shumë makina bukur. Kjo është ndër paktat në Shqipëri 221 që është majtë standarte. Kjo është me Distronic, tu përpara. Shumica i ndrojnë para kolbin, i ndrojnë fenerat, pasqyrat e vend faceliftit. Facelifti ka dalë fund 2009-ës, kurse këto kanë dalë 2005 në fillim. Ka qenë normal si çdo S-Class shumë makinë inovative. Për herë gjitha gjonat e reja të S-Class i dalin, pastaj integrohen në për modelet e tjera më të thjeshta. Ta shohim edhe motorin. Kjo është me 273-shi, 388 kuaj fuqi edhe 530 Nm tork. Që është amortizator me ajër hidrauliku i ka ndryshe. Kanë pas lloj motorësh, edhe V6, edhe 4 piston që ka pas kjo shasi të facelifti, të 250-qa. Ajo s'ka e fort në shqitje edhe pak si pa kuptim ka qenë. Këto janë motora shumë të fort, bohen me gaz 100%, kjo s'është me gaz. Te versionet V12, 600-shin, 65-shin, kanë pas kamën 5G, kjo ka 7G tronic, më e mirë është kjo, se ka pas majtë torkun e V12-ave. Pastaj ka pas 420 ose 450, me njëti motor për të facelift është bu 450, edhe 320-shi, 350-shi me 3000-shin. Ka pas lërmishmëri motorësh për të. Ka pas 450-shin, që është pak me vogël se 4.7, më pak fuqi ka, 320 kuaj më duket. 350-shi benzin, fillim ka pas 272, pastaj kur është botë CGI më duket më shumë. 306, më ndoshta. Tani ta shohim dhe interiorin. Normalisht sediljet elektrike komplet, ftoje, ngroje, me memorie, të që kontrollojnë xhamat, po të përfundume janë cilësore. Që më pëlqet e kjo gjenerat, është që ka pas dallim ndërmjet E-s, C-s, lëret kjo ka dalë ka qenë Evoja, 211-a. Në grej çfarë diferencë ka 211-a me këtë, si në interior, si në eksterior, ose 203-shi. Ala ka qenë 203-shi kur ka dalë kjo. Ka pas gjatë dallim. Të rejat pastaj janë bojë soj paka shumë. Njëti dizajn, njëta gjona. Harman Kardon boxet, frenet e dorës elektrike. Këtu dhe ishte Night Vision po ta kishte. Kjo ka gjatë opsione, po full dhe shumë me rallë. Timoni të facelifti ka ndryshu pak, po shumë mirë, si mos të drunit. Dizajni më i mirë i S-ve që është bona e herë. Jo shumë egzagerume me ekrane, po ekranet i ka. Normalisht tu ke butonat me ngret makinën, ke edhe këtë të ekranit, e kthe këndin. Orën analoge, AMG të kanë IWC. Kontrollin e klimës, kjo është formatik. Të 600 që të është V12. Comfort Sport për tull kokat mrapa sendilve. Kjo është që e programo vetë. Sediljet me masazh, lumbar supportin normal. Dinamike. Kokat e sediljeve që përthejen. Perfekt. Këto me vrime perforated. Lartë është panoramike. Këtu ka këto për të shkujt numrat që kanë qenë atere. Këtu kontrollo kompjuterin e bordit, volumi. Në këtë standard ka majt edhe më vonë, këtu ka ato CD-ve, po sa bukur i ka të fsheta, mos me prish pamjen mu duk. Do të thonë me ambient light që atëhere, vetëm të ngjyrë ka, po prap, shumë e bukur, shumë para kohës, shumë para gjithë tjerave. Nivel tjetër, Benzi ka qenë, në këtë periudhe pa të morë vetën se ka qenë zhgënjim 220-qa, dhe te kjo pa të qenë fut all-in, maltimonin me butona me gjitha gjonat, edhe me marshë mrapa, i kontrollor. Tani të qojmë e sedilin mrapa. Kjo është versioni lungo dhe ka opsionin që i ka komplet elektrike edhe mrapa sediljen. Shef si lëviz në mënyrë individuale se cila. Edhe kokat e sediljes që gjitha i ka me memorie. Edhe perdet i kontrollon, edhe perdet mrapa e kontrollon. Ngroje ftoje edhe mrapa. Kanë pas opsion edhe me masazh mrapa, edhe me televizora. Kjo nuk i ka ato. Me frigorifer ka pas opsion aty. Edhe kjo se ka. Ka cup holder aty. Ato që janë me masazh kanë atë pjesën e drunit me butona, kanë atë që kontrollo sediljet, ka këto airventsat, pas edhe me klimë individuale mrapa mos gabofsha. Kjo është me 2 zona para,
normalisht një ta gjona edhe te krau tjetër. Dyret me thithje, normal. Du tani është veni i bosit, komplet kontrollerat, ambientlajt i lezetshëm duket se mos për atë vit, komplet kontrollerat tu, ngroje, ftoje, memorie dhe sendile elektrike, e lëviz sediljen. Po me këtë butonin këtu, lëviz sediljen para për t'i liru vend vetës. Edhe kje vend pa fund pastaj, i shtri komët komplet. Për kokën kje vend prap sa dush, nuk vun për hapësirë, është super vend. Edhe perdet i kalon edhe baxhën hap tu po dush, perfekt, hapësirë pa fund. Tani dhe marrim për i gjiro, se 550-shin. Ka dhe këtë pjesën tu, lëviz sendiljen mrapa këtë që e lëvizëm ne për t'liru vend. Kamion direkt vendos aty, 7 gën edhe dalim me ecim pak pa na u bon natë. Gjithë ideja e sës është që t'jetë e rehatshme, maksimumi që benzi ka për të ofru është se klasi. Luksi është që t'jesh i izolum nga jashtë. Edhe kjo kur ka dalë ka qenë edhe më izolume nga jashtë se Bentley't e asaj kohe. Okej, Rolls-Royce Phantom ndoshta ka qenë pak akoma më izolume dhe më komfort. Po Bentley Continentali jo. Edhe me Lexusin besoj po ta krahasosh, LS 430 është më e vjetër për LS 460, prap kjo sikur është pak më luksoze. Edhe zgjedhja e materialeve është shumë cilësore, vetëm pjesë druni edhe lëkurë ke këtu, nuk është të ke shumë plastika. T'japim gazje 388 kuaj. Nuk janë pak. Kështu që kur do me hec, ecën dhe me këte, po në rahati, pa ndje zhurma, pa pas probleme. Se dile me masaj që atëherë, nuk është se ka pas shumë. Ja, të shofim që masaj është kena, fast and vigorous. Ka lezet. Nuk është si këto të reja të fare, po dhe si ato të vjetrat, si cile ime që vetëm të fryjë qik, nuk është, më i avancumë është. Nështë atë njerës si përdorin fare, po ku të gjohën për rrugë gjata, ja vle, po edhe në trafik, kur rrë ditën ullë në makinë, lëvizi qik kjo, të aktivizoj qik. Kështu që prapë thejmë se ja vle. Amortizimi pastaj është super, me amortizator më hajër, nuk një gjë fare. Përgjigja motorit kamios perfekt, direkt përgjigjen, s'ka as turbo as gjë. Te facelifti pa të nxjerr 4.7 mbi turbo, po ky është më i fortë. Për këtë së, ky është motori më i mirë për këtë gjenerat besoj. Okej, 65-in, 600-in, 63-in, 956-ën, i mirë është, pas te facelifti pa të mbote biturbo 957-ën, po ky është më i miri. Më thoni ju cilin motor do kishit zgjedh, po ky 5.5 që është smooth, perfekt. Nuk klem balt kur do me hec, nuk sforcohet, nuk lodhet fare. Kur jetu e qetërin, gjiro t'ullta i mje, qatë gjiro rri, super makinë. Edhe me çmimet që kanë ra këto, me merr me jo shumë kosto. Po prap, kur do të ecësh i çik, kjo e ka fuqinë aty. Tashin kthesa. Prap, krahasu me rivalet, okej, ndoshta seria 7 mund të jetë më e mirë, po diferencat vogla kanë se nuk e për të bënë nuk është për gara kjo. Kjo është për komfort, edhe komfortin e bë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kam përshtypjen, kjo gjenerat është arsyeja pse ai versionet Maybach të parat nuk kanë pas shitja shumë edhe falimentoj si brand, doli grov benzi me atë, pastaj mbylli fare, tani e ka bë si opsion të sët normale. Kur pa dal Maybach 57-a 62-shi, 57-a e qenë 3 fishi kësaj. 62-shi 5 fishi, po nuk kanë pas shansë me të ofru 3 fishin e luksit kësaj, me atë çmim. Ato kanë qenë të luftu me Rolls-Royce-in Phantom, as me Bentley-in jo me Phantomin me çmime, po problemi ka qenë vetë mrena Benzit, ka qenë më avancume se ato. Ato kanë nisë për të projektu kur ka qenë W120-shi, po teknologjinë e gjonat mrena kanë pas ngjashme me 220-shin. Pa çka që kanë qenë shumë shasi më të gjata, kanë pas materiale tjera, po motorët e njëjtë me ato kanë qenë, edhe sistemi amortizimit i ngjashëm, to media e gjonat i lloj si gjenerata e vjetër. Edhe kur doli kjo nga funi 220-shit, pak para se me dal 221-shi kjo këtu, ka dal Maybach 57-62-shi. Kur ka dal kjo, pastaj kjo është më e mirë. E për çfarë më mor Maybach
57, shtikur mund të merreshe së 600 si kjo, full loaded, me këta opsionet, këta gjonat që ka qenë më e avancume se ajo. Edhe ma mërmenja një ndër arsyet kjo ka qenë, që nuk patet. Qas më pëlqes mirëmbajtja, po mirëmbajtja, qose ja bo shërbimet, nuk është edhe aq keq. Nuk i kostot edhe aq të larta. Tash për të bëu edhe mbylljen e kësaj video, W221-shit, për çmimin që ka si makinë luksi, është zgjedhja më e mirë që mund të kesh. Në Shqipëri lëvizin çmimet nga 6-7 euro mund gjesh, deri në 10-11 facelifti 550. Për të qenë janë makina të rehatshme, të forta, të shpejta kur i do, ekonomike kur i kthe me gaz, po duan mirëmbajtje. Normalisht të makinat duan mirëmbajtje, kanë qenë makina shumë të shtrenjta, edhe pjesë i kanë të shtrenjta edhe mund t'jenë neglizhu duke kalu nga dora në dorë. Për këtë lloj kategorie makinash, është shumë e rëndësishme kush e ka pas përpara. Nëse e blen me një pronar siç ka qenë kjo për shembull, ke i plus shumë të madh. Ai pronar i parë që ka bler ai ka pas lek. Edhe ideja sa e ka shit e ka majt. Se e ka bler të re ka pas lek ai. Nëse blen me 7 pronar, ka ardhur duke u neglizhu më shumë. Duke ra pasuria pronarëve dhe duke kursy. Edhe kanë neglizhu gjona. Këta janë makinat komplikume, është ndile me mastash, me ngroje, me ftoje, me distronik, me bagjo, me panoram, me 100 gjona, amortizator Mayer, është makinë komplikume kjo. Po i le mu bo grumull gjonat, çko fatura $20,000, nuk merresh më me këtë. Thu po e shes, po e fal fare. Ka të boje shumë kush e ka pas këtë lloj makine. Se ne na tërheqin këto se të kena qef. Është makinë e ronë, nuk është për qef për gara, e bo me zhurmë, nuk prish na e punëve me luk, me AMG, me gjitha. Po mu ka pëlqyer kjo shumë se është origjinale. Edhe ato shiritat, edhe ato dritat mrapa i ka siç i ka pas vet, nuk i kanë vu ato me pika LED, i ka me shirit mes ndame. Edhe kjo për mendimin tim e bo më të mirë, më të veçantë, kështu siç është. Edhe është shumë e pastër. Me gjatë në 65 të lirë sur gara çmimi, edhe ato ja vlen fort, se kanë qenë të ralla. Thoni edhe ju që të kishit zgjedh midis atetës D3, W221-shit, apo seri 765, se F01 ka dalë më vonë. Thoni cilin të kishit zgjedh nga këto. Shpresoj të ketë pëlqyer video, nëse s'keni bërë subscribe bëheni, edhe shifem video në radhë. Gjithë mirët.